Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe për gjithë teleshikuesit e rregullt të televizionit dhe të emisionit tonë, si çdo mesditë, nga ora 12 deri në orën 13:30 minuta. Jemi live për gjithë udhëtarët që nuk dua të humbasin asnjë nga temat që ne trajtojmë, asnjë nga lajmet e fundit të ofruar nga Departamenti ynë i Informacionit. Jemi live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme si emision aktualitetit do të sjellim ndërmend ngjarjen që ka ndodhur orët e para të së premtes së kaluar. Bëhet fjalë për qëllimin ndaj një lokali, breshëri automatikësh, rreth orës 01:20 minuta në zonën e Fushkrujës ndaj lokalit, por si për lokalit në katin e dytë, ishte edhe banesa e familjes Voga, konkretisht e Mondi Vogës, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare dhe jo vetëm, por edhe në zonën e Durrësit edhe të Fushkrujës. Ndërkohë që zoti Kadri Voga, babai i Mondi Vogës, ka dhënë një intervistë ekskluzive për emisionin Me Zemër të Hapur, se çfarë ka ndodhur, si e mësojnë ngjarjen dhe çfarë po shkruajnë mediat së fundmi dhe me çfarë po e lidhin mediat emrin e të birit, por edhe gjithë familjes Voga. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi drejt për së drejti në këtë studio për të ndjekur së bashku me avokatin zotin Arben Sina intervistën e plot të 68 vjeçarit. Detajet të reja janë mësuar në lidhje me ngjarjen e ndodhur në Fushkruj mëngjesin e së premtes. Mësohet se autorët dyshohet të kenë qelluar lokalin në pronësi të Mondi Vogës nga kodra përballë, ndaj edhe nuk janë kapur nga kamerat e sigurisë. Shenjat e plumbave janë të dukshme kudo, po se më shumë është qelluar në katin e parë. Në katin e dytë të ndërtesës, e cila ishte organizuar si hotel, në dhomën përballë vendit ku kanë qëndruar autorët, ka qenë duke fjetur djali i Vogës. Voga është arrestuar më parë për armbajtje pa leje dhe në vitin 2020 në automjet ju gjet një armë e tipit pistolet, ndërsa emri i tij lidhet edhe me një ngjarje të dhunshme të ndodhur në Durrës. Mondi Voga u kap nga kamerat e sigurisë një subjekt i afër prokurorisë së Durrësit, duke dhunuar avokatin Ilia. Voga u shpall në kërkim që ditën e ngjarjes, pasi veti dëmtuari ka arritur ta identifikojë atë që në momentin e parë dhe ta referojë emrin e tij në organin e hetimit si person që ka lidhje me prokurorin Arjan Doj, pasi ka qenë ish shoferi i tij. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Në fakt ditën e djeshme kam kryer intervistën me 68 vjeçarin, me babain e Mondi Vogës në lidhje me ngjarjen e së premtes në orët e para të mëngjesit, se si 68 vjeçari ka dëgjuar breshërinë e armëve, se si e mësoi ai ngjarjen rreth orës 7 të mëngjesit, çfarë ka ndodhur me policinë dhe si e zbuloi ai që është qelluar pikërisht nga kodra përballë. Ka folur pikërisht 68 vjeçari zoti Kadri Voga me emra konkret në studio në emisionit Me Zemër të Hapur. Ne distancohemi nga çdo emër i përmendur nga 68 vjeçari, prandaj vëmendjen e gjithë ata që e dëgjojnë emrin e tyre në këtë intervistë që un kam zhvilluar, dhe poshtë ekranit do kenë mundësi të kenë një numër telefoni të na kontaktojnë dhe të japin dhe ato versionin e tyre. Me mua në studio për ta dëgjuar në këto momente të para intervistën që është zhvilluar në 2 pjesë, është avokati zoti Arben Sina. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektivët privat, ndërkohë që pjesë edhe e gjykatës së arbitrazhit me në krye avokatin zotin Ndue Pjetra. Faleminderit Arben Sina që je me mua në studio. Nuk e di nga regjia një konfirmim nëse e kam edhe psikologen Eksena Qirici. E përshëndes psikologen tonë klinike. Kemi mësuar ta kemi Eksenën gjithmonë prezent fizikisht në studio, se si më duket virtualisht të përshëndes. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Është një intervistë e ndjerë, ne do ta shikojmë dhe do ta dëgjojmë së bashku intervistën. Eksena, do të mësohemi që këto kohë do të kemë virtualisht, për shkak të një problemi shëndetësor, prandaj të shkuara edhe në këtë transmetim live dhe të drejt për drejt. Faleminderit për kontributin. Atëherë, e ftoj regjin të ndjekim pjesën e parë të intervistës që kam zhvilluar me babain e Mondi Vogës.
Miqtë mi, jam në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ashtu siç e kuptuat edhe nga kronika, bëhet fjalë për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur me datën 20 qershor, rreth orës 01:20, ku qëllohet dhe tentohet për tu eliminuar personin që quhet Mondi Voga. Ai njihet nga publiku si shoferi ish prokurorit Arjan Doi, por në studion e emisionit Me Zemër të Hapur kam zotin Kadri Voga, i cili është babai i Mondit. Ai është 68 vjeç, është mbajtur ditën e premte rreth 6 shtator në polici për dhënë shpjegimet e tij, por ditën e sotme është në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për dhënë versionin e tij se çfarë di ai në lidhje me ngjarjen dhe se si mediat në fakt e kanë implikuar djalin e tij, i cili ishte duke fjetur dhe teksa tentohet të qellohet nga kodra përballë shtëpisë për eliminim apo për ta friksuar, e thot vet 68 vjeçari, babai i 3 fëmijëve, por njëkohësisht 10 herë gjysh. Përshëndetje zoti Kadri, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përshëndetje, faleminderit, ju falenderoj shumë nga zemra. Jeni media më e mirë në shkallë kombi. Faleminderit shumë për komplimentat dhe Ju ne ndjekin të gjithë, jo për t'ju bëqefin, po jeni tamam media serioze. çfarë ndodhi Dhe ju falenderoj. ditën e premte rreth orës 1:20 sapo kishte hyrë data 20 qershor. Unë do ta nis këtë kronik me vendodhjen time ku kam qenë atë natë, ku isha. Djali im Mondi ka një bache, po e ka largë fshatit, është gati 3 km largë, edhe së bashku me çunat e tij, edhe me shoqen, njëkohësisht ka qenë edhe motra grus time. Kina qenë duke pre bar, se nuk është turp me thonë, tu pre bar, tu pastru ullinj. Po, Dhe rreth orës 10 kemi marru punë. Ishte edhe fresk, edhe punu. Në këtë kohë kam shku në shtëpi, kam një 2 bakti, kam ka ditë ato, kam hangër bukë, kam ra gjumë. Në këtë orë 1 e qerek, 1:20, kam gjuhë breshëri automotiku. Normalisht në ngjojmë për herë. Vinë nga fushkruja, me makinë, me breshëri automotiku, a me qëllim, a pa qëllim, ikin edhe pushojnë edhe. Atë natë, sikur ma mylli zoti, dola në penxhere, pash 2 breshëri shtinë. Kur dola me pa jashtë, se ka qëllin, shtilë e treta, në kohën që unë për lëvisha me dalë shtëpi. po. Dhe mu duk zhurma si kur vite ka poshtë, se lokalin është Shqipër. Në këtë kohë pash i dritë makine, edhe qëllun mu duk mu, të ashtë si kur qëllun dritë shtëpisë time. Ashtu ma dha zotë. Erë u futa mas kolonës të koridorit, aty. Po. Marru në breshërit, vërejtë 2-3 herë mora, thash pa marrë komisariatin në telefon, të si në elizoj. Mirë po, ka ndodhë disa herë, që unë i kam raportu, kam bërë raportime, për ata shpërthime të gurorëve, që për këte do bëjmë një kronik, nëse do një ju të shumë të zgjerume, më vonë, Po, patjetër. po s'është koha për të ashti, Momenti, po. por duke menu se po t'i marë, ato e heshtin dhe nuk ven lëvizje. Po. E rash gjumë. Në këtë kohë, qoha mjesë, jo si zakonisht, për qikë më vonë se isha i lodhur, Po. dola, lash telefonin shtëpi, kur i ka dita ata baktit që kam aty, rreth orë 7, s'di se ishte ora, me merë që një vlajt në telefon. Po. E merë gruja, në gjoj, këshiraj e 10 heraj. Po. E merë gruja, në vje me ta, kjo ka zonin e ngritur, telefoni, por e s'di gjo ka të rju, tha. Më vjen keq për situatën.
Se që më theri këtu, në këtë kohë në gjova në telefon, tha, s'di që ka driu, më shkoj mine për keq, me ndova, thash, vrasi. Po për që ka i, thash, e më shkoj mine, ke bëshëri të më tiku, dhe një anë tjetër. Tha, kanë qedhu, thëmë lokal e mondi, tha, a ka një dëmë, thash, mirë gjë, thamë mirë gjë, pa shqyqyrë, thash, letë ketë, thash, letë kanë qedhu, thash, nuk ka problem, rasti, janë mirë kalamaj, thash. A, ty më rëhapë unë, më tha dhe gruj, bile, tha të bina unë me ty, ja, më setë. Shkova vetë, parë gjitha policinë aty, me thonë drejtë nuk zove, se thash jenë të punu. Ishtë morë që të dalë të janë të kërku ato plumbat në përbirat murit. Mi pa unë kam qenë vetë, punojës policie, kam verifiku me qindra në gjarje, vend gjarje. Dhe fillimisht shkohet aty ku është burimi. Mu gjetë veni ku ka qëllu. Me ka gëzhojat, mësë e mrapa, vinë këto të tjerat. Aty hika, unë i lashë aty policinë hika, shkova dëri diku me i lokal tjetër, poshtë. Thash po mërë vesh në i laf në i gjo, në e shu. Thash qenë mirë kalamajtë, e shu s'ka probleme, ne. U ktheva prapë, mos e ore. Shkoj e ti prapë i gjejë ata policët aty ke jo. U afrova vetë, i shafë vrejta drejtimin plumave nga janë. I pash drejtimin edhe hypa makinë shkova. Këtë mund atje ku piketova në drejtimin. Shkova atje u futën ferra, bile u qava nga për ferrat, ferë dynjaja. Pa e kështë pas i rrugë nga poshtë. E në këtë kompanë moto që shkova atje, në erdhen policia. Ata, qunat mirë. Me në unë të kërku aty, një qunë nga ata policëri, ja që kanë gëzhojë tu, tha, ku janë i, thashu? Që ku janë, tha, këtu, tha, i pamë sa gëzhojë, ne. Një për njëni nga ta, duket do biqa, të pa moral. Jo, ma shkilë, tha, mos e prishë, tha, provat. Pra, i kishte me hile. Nuk ka si prishet prova, ja shkele i gëzhojë, se janë gëzhojë të tjera. A i kujdoj që në të folë me i lapqarë, po unë jep specialist për atë punë. Nëjse, i gjetë në gëzhojë dhe bile nuk e kanë gjetë, atë ka një drejtim tjetër, ka gjetë vesh një automatiku. Ka dhe i drejtim tjetër që kanë gjujtë, që ka qenë 2 automatikë. Po nëjse, hika, unë thashtë këto, se kisha edhe punë, faktikisht, se jam nëmi punë që e kam e rarë, hika, më rova të punë në jo, më falë, shkova, takova të shef në krimeve, ku shkruj. Ta shisëm nga smot e di shka, për të orientu, më shumë. I thashtë, do bisedoj vesh me ty. E i thashtë informacion të patronazhistave, që unë dëshoj se ato kanë pagujt lek që kanë qurë njerës atje, se ato kanë qenë njerës jo me logik, jo njerës familjar, për njerës mund të qoj rrugaq, ato e në kriminella. Për pres lek janë rrejt, shko bëj e këte punë. Dhe aty qëndroj unë, se aty është bo. Dhe jetimet e mija aty janë, dhe aty të mbledhe një pik, gjatë gjithse kohë kanë bo jetimet e mija, Inshallah nuk e zbuloj, s'du ta di faktikisht, se dhe ato që kanë shti, kanë marrë lek për këtyre patronazhistave. Por, jam i bindur 100% se ka hile edhe shefi i krimeve. Ju morët një takim kokë më kokë me shefin e krimeve, por deklarata është e fortë që po jepni në studio. Po, deklarata është e fortë, se unë do të qënim gjyq. Kam bëthire edhe drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, edhe ministrit, edhe drejtorisë policisë Tiranës, për këte person. Të mbarojmë pak me ditën e ngjarjes edhe me detajet e ngjarjes dhe pastaj do të pyes një nga një. Tu e kam. Edhe për arsye. Tu e kam. Mbasi dole nga takimi me shefin e komisariatit, dole me takimin edhe hika në punë, atë punë që thash, se kishe me orar. Merë në telefon kë. Po. Do vish tha se ke haru diçka pa firmos. Po. Po i thashën do vi. Po. Kam ik me shpejtësi të madhe, ishe në pa hangër.
Shkova, thash, ka zbulu në i gjë, gjithë një duke pas besim. Tha mu, tha, a i thash, zbulove në gjë? Ja, da zbulem, tha mu, tha. E pa ashtu më këshurat, thash ti mu duke buri mire, po ti pas e ndryshu, thash komplet. Ky taku direkt me ato persona që dhashun emrat, të pi kafe me te, dhe unë mora vesh më vonë se aj me këto padarajista, aj pasa lidhjet ngushta me ta, mund të ketë marrë dhe lek, mund të ketë dimu dhe në fushat. Je penduar që vajte në këtë takim kokë më kokë? Jam pendu shumë. Je penduar. Jam pendu shumë se kam shku ke një kriminel. Unë do të quj kriminel atë. A mund të më thuash pak si mori këto informacionet që pas Këto takimet informacione me ty? unë kam punu në polici 31 vjet. Jo, pas takimet me ty, shefi krimeve, Pas takime mund do dhe kjo, e më tha mu, tha, foto tha këtu, rikë të këzyra. E më qoj këzyre policisë kriminale. Po, Me marrë sheti ke ishave dhe të baruteve. po. E marrë në telefonit jo. Por e thash, ku i ere? A, rrje ty, tha, si e mirë, tha mu. O, thash ti, më falë, se s'po flasë shu, e shava ati ku s'ba ma. Thash, do të mjafsh mu se kush jam. Por e jam edhe, nejta aty. Nga i dëmtuar dhe nga kallëzues edhe ku dyshoje, Ku të shoja unë e ktheu ndryshe për ndryshe. u kthye ndryshe për Nuk ndryshe është herë e parë që ndodh në rreth një krujës. Dëgjoj, Kjo është disa herë. Zoti Kadri, shenjat e barutit u morën sepse ata kërkojnë që të implikohesh edhe ti, që ju është një histori e sajuar, pra a ka barut në duart e tua apo jo? Brava, ato morën për të shu. I thash ati, bile, e kështë shumë shoka, shumë i miraj, një oficer, shumë i pregatitur, njëri i nderuar. Po më vje zorë, tha Kadri, tha me morë, tha, vazhdo më, thash, dëtyrën aty se s'ka si problem. Dhe sa që ndrove në komisariat? Po kam nejtë, vëllaj, një 5-6 orë, po. Me motivacionin? Me të dyja, me të dyja. Jo se më shu, më futën në dhamë izolimi, e kuptoj? E kuptoj. Po të shoqërua aty. Me motivacionin për çfarë? Me të, bile më tha njëri nga ato, ishe oficer për gjysësore, Po? tha mu, tha, dy do arrestohesh, tha mu. Thash, për qëfar? Për mos kallëzim krimi, a prishje prova, që ku di që më tha. Ore, thash, a jem vete ti, thash, ore, qa jeni ju, thash, kush i ka pru juve këtore? Po ti thash, jene quniri, mëre, si vepro këshure, aje specialista si e, mëre, qanë ta punë këshure. Po thash, ka fajna i shefi krimi, thash, se aje rrugaqë, thash, Ndërkohë që ju, Zoti Kadri, në takimin kokë më kokë me shefin i kishit dhënë emrat. Edhe motivin. dhënë emrat unë. Aty ku ju dyshoni, se mund të mos jetë Po ku fare. dyshoje se a që humat gjanë, humat shpirtin. Shiko, Dhe unë prapi rrje saj se aty janë. atër, Zoti Kadri, sa larg është banesa juaj me fushkrujon? Me fushkrujen apo me lokalin? Me fushkrujon fillimisht. Me fushkrujen është 4 kilometra. 4 kilometra larg fushkrujës. Po. Dhe her pas here ka ngjarje të tilla thoni ju. Her pas here ka gjare. Lokali ku ndodhet? Lokali ndodhet në si për shtëpisë time, është do më thonë nga fushkruje 5 kilometra. Edhe 1 kilometër më larg ndodhet lokali. Pra 500 metra vjerë ore. Ora ka qenë 01:20 e mbrëmjes, duke u kthyer ditë e premte, data 20, lokali besoj ka qenë i mbyllur, apo jo? Me sa mora vesh unë, 10 minuta para kishin pas mbyllur lokalin. Kush punon në lokal? Lokal punon, dy qunat e qunit, Pra Niprit? gruja, Po? Bashortja? 1.000 kesha jonë, Po? një 2.000 kesha tonë atje, një 2 qunat të ri pri kruje, Mondi rri? mundi është non-stop, Non-stop në aty- shtëpia e Mondit, banesa e Mondit, ku është? ka dytë. Në katë dytë. Po. Pra, është tentuar të qëllohet në lokal, apo tek shtëpi e Mondit? është qëllu mare, ja. Ka të parë, ka të dytë. Aty është marë, bërshëritët automotivët kanë radhë dhe më gjate, në hyrje Po. të lokalit. Me çfarë është qëlluar? Sipas teje? Se unë jam specialist për atë punë dhe di shumë mirë dhe njoh shumë mirë armatimin, se kam qenë dhe shef armatimin në Kruj me policinë. Ato kanë qellu me automatik model 56. Sa larg është kodra ku është qëlluar Nga përballë? kodra në verë, ora është ke 180-200 metra. 200 metra larg. Tani, ju pse shkuat në kodër dhe patët një nuhatje? Për shkak se një natë më përpara, do më thënë disa orë më përpara, rreth orës 1:20, më thej që u çova nga gjumi, sepse dëgjova një zhurmë të tillë. Pese nga po qëlloi, apo
Pash... Profesioni jo të shtyu që të kuptoje? Unë e pash se duket aja ku qëllon natën, se ku ndodhe automotiku. Po. Mirë, po kur dole unë pushun 3 karikatorët automotikut. Sa veta kanë qenë beson? Aty 2 veta. 2 veta kanë qenë? 2 veta kanë qenë. Po? Mu duk si kur, se thash një e më parë, si kur erdhe nga poshtë. E Se ta jep gryga. Po. E në 4, që kanë gjytë 4 herë kanë gjytë nga 30 fishek. Qartë. Janë gjytë mbi 120 fishek. Nga pamjet unë shikoj që lokali apo edhe shtëpia e djalit tuaj ka kamera sigurie. Janë hapur kamerat? Janë hapur kamerat edhe kamerat nuk tregojnë veç, nuk tregojnë se janë largë, nuk e kap kamerat dhe atje. Janë largë. Ajo zonë është e pa monitoruar me kamera? Është e monitoruar. Është zona ku është qëlluar? Zona është me kamera, mi pa ato kanë shfrytzu rastin që nuk kanë dalë në gjade, nuk kanë dalë asë në pjesë sipërme, po kanë e nga i fshat diku afer, janë afru pyllit, kanë kryo aktin, kanë hikë prapa ne nga nerdhë. Kush ndodhe në banesën e djalit tuaj? Sa pjesëtar familje? Janë quni, nëse quni 2 qunët. Veti 4 ishë në familje. Kur ka qenë në momenti fundit që ti ke folur me ta, për para se të ndodhë të ngjarja? Me ke? Me djalin, me nusen, me niprit? Me djalin nuk flasë. Nuk flet me djalin? Jo. Me nusen kam qenë të thash më parë. Sa kam qenë për para atë ngjarjes? Kam qenë atë natë. Ke qenë atë natë? E ne kam folë për ditë, se kena qenë gati 5-6 ditë, kena qenë ke ara atje. Kuptoj. Kena shku pnu 2 orë të vona. E qartë. Pa atë natë im da me qunët, edhe me shoqen. Mirë. Motivet, mund të mi thuash motivet që s'flet me djalin? Tashi unë desha me të sqaru atë me lidh aty që ku maroj policia, që maroj. Okej, vazhdojmë aty dhe të mi apësh edhe një motiv. Ishe ke rajoni. Aty pasaj nejta, mora qunin telefon nga Franca, i thash, ore, këtu është puna, të shumë. Thash, dyshova, të shi, thash, mos ka folë e fjallë Arjani, thash, nga hak, do mu hak marë. Kush është Arjani? Arjani është ai që kam pasun probleme me Arjanin, dikur. Po i kina mëllot. Sepse, jo, dëgjo, emri djalit tuaj është lidhur edhe me emrin e ish prokurorit Arjan Doi. Ato janë shok prapë sot. Ato janë shok sot. Prapë sot. Ndërsa ju dhe shoku i djalit tuaj, pra ish prokurorin, keni pas probleme? Kina pas konflikte, probleme, 10 vjetë kemi qenë për gjygje. Nuk fitova as i gjygje as i herë. Me ish prokurorin? Me ish prokurorin. Për çfarë arsye? Arsye për pronësi ishte. Për pronësi? Pronësi. Po nuk du të, i kam myllu ato mohabetet s'du t'i hapë. Okej. Ato mohabetet s'du t'i hapë, janë myllu i herë mirë, a i myllu i vetë mohabetet. Po? Më qoj njerës ke shpia. Po? Më tha, qa lek do, qëfar do, s'ku do, thash nuk dua si lek, duhet këthejet prana në origjinë, tim puntatë në puntime. Unë thash ti myllu gjyqit nuk shko, e në indërpreva gjitha. Pavarësisht këtyre problemeve, djali juaj ka punuar për ish prokurorin dhe janë shok, thë. Po, edhe janë shok. Edhe kanë punë të tyre. Ky është motivi që s'flet me mundin? Ky është problemi. Ky është problemi, okej. Nuk kam, por ama që unë nuk flas me qunin, po nuk godzon njëri mi prekiqim me qunit. Qartë, jemi të qartë. Sa është qunim, me gjaku im. Pra, ti çdo gjë e ke mbyllur me Arjanin? Është mbyll, i herë mirë, edhe prime Arjan Doi doroj 1000 vjet, dhe nuk ka asi problem dhe nuk dëshoj apra si gjo për ati. Qartë. Por, unë dëshoha për momentin, se ta lidh me aty, mora qunin në Francë, po? Dhe i thash, ore, mos ka bo në i budollik, thash Arjani, edhe kërkon, thash, me mlanë në burg. Po? Thash, më shkoj menja. Jo, tha, mos bëhet fjallë, tha. Ene, aty më qitër mu pasaj. Dola. Thash, ati oficerit policisë gjyqësore. Thash, më nëziri që në qoj që i kishe fikrime, thash, ta ti theme 2 fjallë. Po? Dhe ishe raportu shumë. Ja, thash, se takot do, tha mu. Mirë, thash, se do të atakoj. Okej. Se i thash, më ti, për veprimi që të boj, thash, edhe mos më dërtoj gishin, tha mu. Thash, unë e këtu më rajon të Marzivarë, ti haj, thash, gërmozat. Ti të ndryshosh të gjithë ngjarjen e krimit, në vend që aj të merte, të njoftote ministrinë, të vishin forca speciale, të shkon të bënde kontrolet befasishme, shpi, kontingentet të mlitit të bëde, sot s'ka asë njëri të ndalu. Ajo është shef krimesh. Pa është kriminel, ma, ajo rri me kriminelin.
Si krimi, shefi krimi du të bitë të marrë informacion nga gjendë të krimeve, nga inspektori rendit. Kuj ka? A i du bashkëpunoj me mu. Akuzat janë të rënda, por edhe vetë keni kërkuar një takim kokë më kokë, gjë që mua nuk më duket shumë e sakt nga ana juaj. Pse? Në momentet e para të shkosh kokë më kokë me shefin e krimeve, duke i ditur policinë e korruptuar që ne kemi. Pra, të kishe edhe një person të tretë. Unë aty ke shumë të drejtë. Me të thonë të drejtën, policia e Krujës pa ndryshu. Pa ndryshu dhe pa instabilitet për nga një vit e kënej, as i dojnë ngjarje, kriminalat nuk dishin më në qytet. Pse? Erdhi i shef komisariati ishte i mirë shumë. Një shef rajoni shumë i mirë. Një shef qarkullimi ishte një treshe që nuk lëqoshin shtek kërkuni. Njështë të pa pajtushëm. Qarë bon këto? Me qenë se humi i partijës së në rrethin Krujës, i hoqen. I hoqen dhe lullzoj krimi. Atër, edhe një... Kanë hek Dritan Biberaj, shef rajoni, e kanë qovë oficeroj më Shkodër, specialisti më i mirë, njeriu më i pregatitur. Kanë hequr shefin qarkullimit, Ilir Budën, shef qarkullimi më i mirë më Republikë nuk ka. Nga mjesi dërim darkë, me uniform, me kapele, me radio, në trafik, vetë. Atër, ju e lidhni ngjarjen e ditës së premte me politikën. Me njëherë pas zgjedhjeve thua ti, kjo treshe fantastike e policëve, cilët për ju mund tjetë fantastike, por duhet gjithë fushkruja të flasi në fakt për këtë treshe. Ju thoni, shkarkimi tyre ka të bëj me politikën. Do të ndërpres pak? Jo, unë duhet të bëj pyetjen. Më ndërpret. Atër, publicitet dhe rikthejmë me njerë. Miqtë e mi, mbas hapësirës së parë publicitare, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Kemi ndjekur pjesën e parë të intervistës me zotin Kadri Voga, me babain e Mondi Vogës, dhe folëm për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur me 20 qershor. Ditën e premte, rreth orës 01:20 minuta, është qelluar nga kodra përballë lokalit në pronësi të Mondi Vogës, ku punon bashortja dhe 2 djemtë, ndërkohë që banesa e tij është në katin e dytë dhe ju do ta dëgjoni rrëfimin e 68 vjeçarit që ka shpëtuar për mrekulli, edhe djali 12 vjeçari Mondi Vogës. Ndërkohë, avokat, sepse do dëgjojmë edhe intervistën e dytë dhe në pjesën e tretë do kesh mundësi të flasësh më gjatë. I sakt zotëria në atë që thotë? Po, zotëria faktikisht është një ish punonjës i policisë dhe ka njohuri të duhura për të kuptuar faktin se si ka ndodhur. Dhe ka shkuar direkt tek shefi i krimeve, ose të shefi policisë që është në Fushkruj, ka folur, ka takuar e ka shkuar tamam si një koleg. Dhe duhet kishte pritur më shumë nga ata, se do të kishin pritur se ta kishin trajtuar si një koleg dhe jo si një person të huaj me fjalë të jashtme, ka ndodhur një diçka në shtëpinë e tij. Pra, është drejta e organeve proceduese të shikojnë të mirat, të këqija, të shikojnë nga ato që janë pro e kundra, të gjitha provat të rregulluar provat. Shikon element të devijimit siç pretendon Kadri Voga, të devijimit të ngjarjes. Problemi është kjo, te devijimi mund të ketë çfarë duar, mund të ketë dyshime të ndryshme sepse jemi në fillim fare dhe nuk e dim se si kanë vepruar, ka qenë provokacione apo ka qenë mënyra hetimit, por një diçka është e sigurt. Aty ka të bëjë me një paralajmërim. Dhe paralajmërimi është organizata kriminale, ose diku mund të jetë trazuar, ose ka të bëjë me fjalë me kundërshtar politik, në një problem që kanë midis palëve. Por është fakt me fjalë, aty ku ka shkuar breshëria e plumave, ka shkuar në një pozicion ku ka qenë e banuar, nuk ka patur njerëz dhe nuk kanë shkuar për të vrarë, po kanë shkuar vetëm për të lajmëruar. Megjithatë, plumbat kanë përshkruar edhe katin e dytë dhe shumë pak metra larg vendit ku flinte 12 vjeçari. E kuptoj, por sido që të jetë e të ketë qenë, prapë s'ka shkuar atje, nuk kanë qelluar për të vrarë. Okej, është paralajmërim, thoni ju. Si ka vepruar policia, do japi mendimet 68 vjeçari. Eksena, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Patëm një moment për lotje nga ana e 68 vjeçarit. Besoj se në këtë ngjarje kaq të rëndë duhet jetë e kuptueshme. Çfarë bën një 68 vjeçar, edhe pse po tentohet të devijohet sipas tij ngjarja, të përlotet në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe shumë shpejt pranë ngjarjes të japi dhe një intervistë për ne. Nuk e di, më dëgjon Eksena?
Po, pati një moment ndërprerje, tani ju dëgjoj, po. Po. Atëherë, për lotjen e 68 vjeçarit e justifikuar, besoj. Sigurisht në këtë ngjarje dhe në tregimin e tij ka një dinamik emocione. Ka dinamik pasigurish, pamundësish për të gjetur drejtësinë, por ajo çfarë është edhe më e vështirë për të analizuar emocionalisht është normalizimi i qëllimit me armë. Pra zotëria në përshkrimin e tij tha se ishte normale që dikush të qelloj vazhdimisht në qytetin ku ai banon dhe kjo është një gjë normale. Sa normale duket për të mbijetuar në të përditshmen, aq dhe jo normale duket për një zotëri i cili e kalon në kurizën e tij. Dhe për më tepër ka fëmijë. Pra, modeli që u jepet fëmijëve emocionalisht është trembje, është pasiguri, që do të thotë që krijon mundësi që jo vetëm zotëria të tronditet emocionalisht, edhe si specialist që është marrë kaq vite me këto mënyra të sjelljurit, por dhe fëmijët marrin modele që krijojnë edhe më shumë pasiguri, sepse kuptojnë që e vetmja formë e të mbijetuarit në këto kushte, pra ku arma, kërcënimi janë mënyra për të jetuar në kuvend, sigurisht që është tronditse emocionalisht. Pra ashtu sa është normalizuar luajtja me armë, Qartë. ashtu sa është normalizuar denoncimi dhe mos reagimi, sigurisht që kjo është një mpirje emocionale që tregon si vështirësi që zotëria tregoi në rrethimin e tij, por edhe për modeli që fëmijët shohin në këtë përditshje të tyre. Qartë, së bashku me avokatin edhe me gjithë teleshikuesit e rregull, ndjekim pjesën e dytë të rrëfimit dhe të fundit dhe më pas do rikthehemi në pjesën e tretë për të komentuar më saktësisht si avokati zoti Arben Sina, si edhe psikologja klinike Eksena Qerici. E ndjekim pjesën e dytë të intervistës. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në pjesën e dytë të intervistës, edhe çdo gjë zoti Kadri në lidhje me ngjarjen e 20 qershorit ti e lidh me politikën edhe me krimin në Fushkruj. Pse? Për aty gazetare bënin pyetje më përpara, bënin pyetje drejt. Më thënë që patë besim që shkove në shefi krime duke ditë se policia është e korruptuar. Jo, unë fola që pse kok më kok. Kok më kok, duke qenë që të ruhet sekreti i hetimit. Po duhet ishte edhe një i tretë aty. Jo, s'do të isha asnjë, po të jetë shef krimesh tamam. Po ju thatë që pas takimit me ty shefi krimeve me emrat që ju i keni dhënë? Prish puna pastaj, s'kam po takim me ta unë. Dakord. Herë para s'kam po. A mund ta dim edhe të nënkuptuar çfarë keni folur në një takim kok më kok? Kë ke akuzuar ti për ngjarjen ose çfarë mendon ti për ngjarjen? Kam dhënë dyshime dhe emra s'u jap. Jo, emra jo, nuk dua. Kam dhënë dyshime për padarëzhisat e Partisë Socialiste. Pra, çështje politike më njëherë pas zgjedhjeve. Thjesht pas zgjedhjeve. Po pse e mendon këtë gjë? A mund ta thuash? Unë e mendoj këtë dhe e lidh me fitimin si deputet i Arjan Dojës. Po? E lidh me votat që i dha komuniteti Mond Vogës, se ka qenë dhe drejtor i aluizmit, ka shërbyer në aluizm pa i marrë kuj 5 lek. Unë kam gjuhë, shumë fjalë mira, unë si bab. Për djalin tënd. Për djalin tim, shkova që unë janë ka kry punë, shumë ka marrë si lek, unë u gëzojsha. Po. Kupto, në përgjësi, edhe për nej komuniteti i dha votë. E pa, se kush është. Se të shi kohët kam ndryshu. Patranzhisat e Partisë Socialiste janë mësu gjithmonë me morë vota me vjedhje, me mashtrime, me lek. Nësa këtë radhë e humi, se të shi votoj herë, votë 2, voto 3, nuk shkon moj mobet. Se me thonë dhe drejten, qeverisja e Partisë Socialiste në rrethin Krujës është pothuajse zero. Dhe në takim me shefin e krimeve, keni dhënë emra konkret të këtyre personave patronazhist? Kam dhënë emra konkret. Po? Aje ka nxjerrë sekretin. Aje ka kthyer hetimet ndryshe për ndryshe. A jeni i sigurt zoti Kadri që pas takimit me ty i ka takuar këta persona? Po, i ka taku, i kam lënë personin të erujt, pa i drejt nuk e kishe filmu. Por kam provat tjera
që do t'i paraqes në... Sa emra i dha atë shefit krimeve? Për momentin 2 emra i dhash. 2 emra, dhe me të dy është takuar? Me të dy. Me të dy është takuar. Dhe pas takimit me ta, të kërkoj që të qëndroje 5 orë në komisariat, duke pretenduar se ke sajuar ti. Ndryshoj mendimi, dhe këto padranëzhi, si ka taku me te, dhe unë dyshoj, e kam thellu dëshimin më shumë, për arsye se Zini Fidej, si e ka i, është implikuar me këto dhe ka djeni për ngjarjen. Kush është ky person që po përmend emrin? Ky është shefi i krimeve. Shefi? Ky është shefi i krimeve. Ka 3 muaj që ka ardhur. Më vonë, se unë nuk e le atë njeri, do shikohet dosja e këtij. Si ka ardhur? Kush e solli? Sa karrierë ka? Duke vepruar mund këshuaj, që unë kam qenë oficer dhe specialist në policinë e shtetit dhe di shumë mirë se si veprohet, ai mund të ketë vepruar dhe me qindra njerëz i ka fut njerëz në burkot. Pra, ju mendoni se këto 2 emra që i dha shefit të krimeve, patronazhist, e kanë kthyer në disfavorin tuaj gjithë situatën, duke menduar se menjëherë pas këtyre pamjeve ju keni shkuar te Kodra përballë dhe pas jush kanë ardhur dhe ekspert të krimit dhe ata kanë menduar se është një ngjarje sajuar nga ju. Duke të marrë edhe shenjat e barutit. Atëherë, pse duhet ta bëjë ti një ngjarje të tillë sipas nuhatjes profesionale të shefit të krimeve? Pse duhet ta bëjë ti këtë gjë? Edhe sidomos ndaj djalit, nusës edhe nipërve. Ti ke shumë drejt, por ky që devijon këto hetime, ky nuk ka as familje, nuk ka dhëmshuri as për fëmijët, nuk njeh as shoqëri, as miqësi, nuk njeh as shtet, as ligje. Veprimin që ka bërë ky ndaj meje, ky është njeriu më i pamoralt që mund të ketë në rrugën. Mendon se këto veprime janë procedura? Këto veprime janë procedura kundra ligjit, kundra etikës njerëzore, dhe mund të flasë fjalët më të këqija për këtë. Mirë, sot jeni në një konflikt të hapur me këtë person? Me këtë person, unë nuk konflikt... Sepse nuk e ka mundësin që a i të mbrohet në këtë diskutim. Jo, normal, unë konfliktin do të azjedh nëpërmjet ligjit shtetit. Pa tjetër. Privatisht unë s'bëja si gjë. Pa tjetër. Nëpërmjet ligjit shtetit, unë do të ndjek... Vetë djali juaj Mondi, dhe a i mendon se mund tjetë për arsye politike e gjithë ngjarja? Për arsye, nuk e di, se kam pyet. Po unë bëj hetimet e mia. Po ti me bashorten e ti dhe me djem të flet? E ke pyetur? Të shi njerëzit e mi... Ku dushojnë ata? Ku dushojnë? Ata thonë këshu. Njerëzit e mi gjithë që më rrethojnë, vëllezër, motra, njën, tjetrën, dëshimi, si shka thonë aty, qëndronë aty ku kam thonë unë. Po. Në një pikë. Për çështje politike? Për çështje komplet, nësë kena pasë si konflikta, si gjë. Jo atë, nuk i qëndroje sajme që thotë media, që ka thonë news, Fax Newsi, kupto, që japin sa kronika të më të kaluarën, jo Rafi këte, jo Boni këte. Unë përpunë e Rafi, se ka Raf djali para ca kosh. Për avokatin thua, në Durrës? Për avokatin Ilia. Unë për atë i e fus Durrës në zjarë, a është njeriu më i mirë, më i nderuar, dhe nuk bë, dhe unë i kam mbyllë mohabete me ta, i kam kërkuar falje. Pa është djali juaj që ka qelluar mbi avokatin? Po. Është djali juaj? Po. Dhe të gjithë, do me thonë, e lidhin ngjarjen me rajën e avokatit? Jo, thonë mediat. Thonë mediat, pra, po flasin për mediat. Mediat, që për mendimin tim, janë media që do të fusin konflikt popullin, janë media që do në me të ngatru, janë media që më kështesin Partinë Socialiste që ka marrë rrugën e marekujes, që nuk i ka shërbë këti komuniteti, absolutisht e ka qunë zero, e ka shpërbë komplet, për ne arrinë puna deri këtu, edhe nuk qëndrojnë ata mohabete. Ju thoni që djali juaj Mondi, përveç rajës së avokatit përpara gjykatës së Durrësit, ko më parë nuk ka një precedent të më parë shumë penal tjetër. Absolutisht. Konflikte të tjera me persona të tjerë ka pasur? Dhe atë rast, që ka atje ka bën pije sipër, ka qenë i pishëm. Se Mondi, jo se ka mundial. A keni hasmëri, keni konflikte ju si familje, Mondi vetë? A ka hasmëri me dikë? Absolutisht. Pra ndaj ju dyshoni që me njerë pas zgjedhjeve dhe humbje së Partisë Socialiste në zonën tuaj? Është 100% kjo ngjarje. Kjo ngjarje. Unë e lidh me ngjarjen para 2 vite. Çfarë ka ndodhur para 2 vite?
përsëri janë bërë zgjedhje për shtetit lokal. Po? Dhe fill mas zgjedhjeve, 2-3 ditë, ka shkuj kanë hudhë qunit granatën. Po në këtu në borrin e kësaj lokali. Po? Edhe aty ka qenë rrezik me vrar njerëzit. Qartë. Po unë jam ai që kam shku edhe kam taku në polici, kam thonë, e kam studiu, e më filoni. Është zbardhur ngjarja para 2 viteve? Jo, s'është zbardhur. Është kapur, është ndaluar një person i dyshuar? Absolutisht. Absolutisht. Pse? Se ishin të lidhur me partin, ishin personat e partis, ishin personat edhe partia kishte dhe vetë këto të krimeve, ishin të lidhur edhe devijun. Edhe prap në atëhere, më thiri njëri i shef krime, i inspektor krimesh, më kalon, tha një porosi, tha shefi krimeve, tha, me të marrë ty i deklarim, tha. Po mirë, unë e kuptoha me herë. Tha, shë atë vjetë turbër. Turba, s'ke. Për qëfar i thash unë? Për granatën. Pa i patë mërend, ati thash emrat, thash unë ty. Pse i lërove? Qa kërkote, thash, me mëllë? Ore kam mëllë, thash qeshin une, nuk kam hasëmëri, nuk kam mo gjomë e rjandojnëre, nuk kam gjomë me quninëre, e kina mëllë mo betet, i jere mirë. E qartë. Leri këto, kush i bënë për t'i nga truk të gjona për të fut vrasje, nuk ka, thash, gjona ma. Pra, unë e lidhe me gjarin e parë, edhe me këte. Që edhe për para 2 vjetësh ka qenë me njërë pas zgjedhjeve lokale dhe tashmo pas zgjedhjeve të 11 majit. Vetëm se djali ka reputacion, ka njohuri, gëzon respekt në komunitet, dhe ai sa herë që t'ju kërkoj votat, komuniteti është pronta. Për arsye se ka një mu jashmase gjithë komuniteti. Dalim të kë ngjarja e fundit, si është përjetuar nga vetë mondi, nga djemët edhe nga bashkëshorteti e gjithë ngjarja? Të paktën me aq sa ke diskutuar ti, jo me mondin vetë, por me familjarët e ti. Unë kam pyet se kam qenë njerëz se kanë pi kafe, kanë nejta këto. U do të kisha shku në vetë unë, po nuk shkova. Se edhe do shkoj. Se nuk por nga jo mentaliteti imi gabu. Se s'duhet majtë i dhni me fëmijën, pambarësisht që nga rrjedhë ngjarja, por mondi e ka përjetuar shumë keq. E ka përjetuar keq. Mediat flasin që në katin e dytë është qelluar, dhe ne shohim vetëm pjesën poshtë në lokal, por në katin e dytë të lokalit ai ka banesën, është tentuar të qellohet edhe në katin e dytë e pohuar, edhe nga ju zoti Kadri, besoj se kanë shpëtuar për mrekulli. Në katin e dytë kanë shqellu në dhamën e qunit, të mondit. Të qunit. Të nipit, po? Po, kanë qellu atje dhe ai ka shpëtu kot. Sa vjeç është nipi? Është 12 vjeç. 12 vjeç. Ka shpëtu kot. Dhe ka shpëtu për mrekulli. Kot, ka shpëtu mirë, zoti Perënia ka bo... Ke mundur të flasësh me niprit? Se një 12 vjeçar në mes të natës të shpëtoj, çfarë thot? Po, të tronditur janë. Kanë qellu, thot me na trem. Të vegjin ata, do rishen. E kuptoj. Tash do gjyshi fort, s'ka si problem. Mirë, me gjitha të ne, zoti Kadri, distancohemi nga çdo emër që u përmend në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Unë kam marrë intervistën tënde për të zhvilluar një emision të plot dhe i ftoj të gjitha ata që ti i përmende të përballen në studion e emisionit, siç e kemi tradit në 25 vite të emisionit, çdo ditë nga hëna 9 premte në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24. Ke një thirrje të fundit drejtuar kujt nga kjo studio për të mbyllur intervistën? Po, faleminderit, kam një thirrje. I bëj thirrje Ministrit Brendshëm. I bëj thirrje Drejtorisë Policisë Shtetit. I bëj thirrje Drejtorisë Policisë Tiranë. I bëj thirrje veçanërisht Drejtorisë Krimeve. Të shikohet ngjarja, të shikohet pozicioni i shefit krimit që unë e thash më para, Zihi Hodaj, si e ka i Fidaj, dhe të rikthehen ato punojnës policie që kanë majt një vit e ca komunitetin, i do komuniteti, si ti më bëni pyetje mu, the flet veshti, po jo komuniteti. Jo, s'kam një... Unë jam përfaqësues i komunitetit. Po, se ke punuar... Jam përfaqësues, edhe sot jam përfaqësues, jam kryetari i partisë Shpresa Demokrate, që kam mbi 200-300 antarë, që e kam kriju të ashti, që komandohem nga një shqiptar amerikan, profesor Plumpinigjin,
njëri i nderuar, legjendari i kombit, dhe unë nga i marrëzimet, dhe kam një kontakt të përdishëm me komunitetin, Të cilët edhe ata janë të kënaqur. që edhe ata janë shumë të kënaqur që të rikthehen këto persona që kanë hequr shefin e komisariat që ka qenë para këtij, nuk e shaj këtë shef komisariat që është sot, nuk e njoh, nuk e di, po me veprimet nuk më duket. Nuk të rikthehet shefi komisariat që ka qenë. Po. Të rikthehet shefi krimeve, shefi i rajonit, Shefi Dritan rrugores, po. Biberej, Po. të rikthehet me një herë, inshallah pranon, të rikthehet Ilir Budlla, të cilët për komunitetin, të gjithë komuniteti flasin mirë, të gjithë komuniteti kanë hik ata, thotë u shpërbësh çdo gjë. E qartë. Dhe me hikin atyre lulëzoj krimi dhe do ketë në rase Nuk merren masa, Nuk mund të merren ketë edhe masa. ngjarje të tjera. do ketë përsëri ngjarje të tjera, por unë do raportoj edhe ke kryetari im, i nderuari profesor Plumpilizi, që ta ngrej këtë zërin deri aty ku ka mundësi, dhe do të marri fund një herë mirë krimi në Kruj. Krimi po lulëzon. Njerëzit negativ nuk them të çoj ku të duan, po të heqin nga Kruja. Kuptoj. Ti ndajnë nga kriminalat. Mos t'ken bashkëpunim edhe. Faleminderit zoti Kadri që të kisha në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, hodhe dritë mbi ngjarjen që ka ndodhur në lokalin, por sipër lokalit ka qenë edhe banesa e djalit tuaj, emri të cilit është përmendur shumë kohët e fundit në media, dhe ti dhe mendimin tënd personal jo vetëm në lidhje me ngjarjen, por dhe emra të tjerë të përfshirë në bashkëpunim me djalin tënd për arsye politike dhe gjithçka tjetër. Të falenderoj që ishe pranishëm në këtë studio. Ndajemi këtu të nderuar miq dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë pas pjesës së dytë të intervistës, publicitetit të dytë. Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit për dhënë mendimin ekspertët e studios emisionit Me Zemër të Hapur, që janë avokati zoti Arben Sina dhe psikologja klinike Eksena Qerisi. Fillimisht me avokatin. Avokat, tani intervista ishte e plot. Është një ngjarje dhe mbajemi si emision aktualiteti, duhet i dhim dritë mbi këtë ngjarje, mbi personazhet kryesor të përfshirë në ngjarje. Gjithsesi, ishte një rrëfim i ndjer i 68 vjeçarit dhe ai pretendon që emri të birit i përfshirë në media me njëherë pas ngjarjes së të premtes nuk është absolutisht dakord që ka të bëjë me emrin e të birit, me punën që ai ka bërë edhe si ish shoferi ish prokurorit Arjan Ndoi, edhe vetë drejtoria Luiznit në zonë, por njëkohësisht edhe me ngjarjen e kolegut tuaj që është qelluar nga Mondi Voga pak vite më parë përpara gjykatës së Durrësit, është zoti Ilia. Atëherë, nuk e di nga këndvështrimi yt, the që është qelluar për të trembur. Në fakt, e preku në analizën e saj psikologja, relativizimi që i bëhet her pas here, plumbave në fushkruj, ngjarjeve të tilla, të mbetura pa autor, por një fëmijë 12 vjeçar ka shpëtuar për mrekulli. Edhe ai vetë thotë që është qelluar për të më trembur. Po, e vërtetë është, por unë qëndroj prapë asaj, sepse tani duke analizuar të gjithë me fjalë bisedën që bërë, që biseda që bashkëbizedimin që bën me ju, në shikoj që këtu kemi të bëjmë, këtu kemi tamam një veprim mafios. Pra, këtu kemi një përshkallëzim të gjendjes. Tu, qofse do diçka tjetër, këtu këtë vdekje. Është veprim mafios. Mafios është. Çdo që ta ketë bërë ata. Janë dy persona, thotë zotria, dhe janë me pagesë. Ne kemi funksionon njësoj si funksionon në Siçili kur bëhet një vrasje. Qartë. Me fjalë kur dikush nuk bindet, nuk paguan picon ose diçka tjetër. Fillimisht digjet një makinë 200 metra larg dyqani, diçka, pastaj digjet dyqanin, pastaj vritet personi. Qartë. Të njëjtën gjë kemi edhe këtu. Kemi hedhur një granatë në obor, nuk ka ndodhur diçka, pastaj qellohet objekti me breshëri dhe më pas, nëse këtu me fjalë organet proceduese, prokuroria nuk e zgjidh këtë çështje, këtu do kemi vdekje. Ta them 100%. Sepse veprimet që janë kryer janë të njëjta.
si që kryojnë me fjalë bandat kriminale, si me fjalë organizatat kriminale. Shkojnë arsyet politike deri kaq larg? Nuk do të thot gjë si tjetë arsye politike, si tjetë arsye private ose grupe organizuar, edhe politika ka banda të organizuara kriminale. Është e vërtetuar tashën në gjithë që nga lufta pas luftës dy botërore deri më tani ekzistojnë ky bashkëpunim midis politikës dhe organizatave mafioze. Nuk po diskutojmë gjëra që janë të ditura dhe nuk kemi pse ta vëmë në dyshim. Kurse problemi është këtu, unë do ta këshilloja rreth të parë zotin Kadri që të jetë të zgjedhë një avokat, një studie ligjore, diçka, sepse gjendja është më e rëndë se sa pretendohet, se sa është ose se sa po hetohet. Tani në gjitha rrethanat. Është kërkuar eliminim personi avokat sipas nuhatjes tënde në këto veprime mafioze? Në këto veprime mafioze jemi akoma në fazën e paralajmërimeve. Pra, në qoftë se do të ketë një veprim tjetër, në qoftë se ky është politik, në qoftë se është bërë në çdo 2 vjet kur ka pas zgjedhje, kur ketë zgjedhje lokale, ky do ketë probleme më të tjera, qoftë se kjo ka lidhje me politikën. Pas 2 viteve në zgjedhjet lokale do përsëritet ajo e para 2 viteve. Ti nuk zure mend me të parën, ke vazhduar me të dytën, me fjalë është dikush që intereson kjo zonë, vazhdove me të dytën, me të tretën do ta shikosh ki kujdes, o mirë hiq dorë se do provoj diçka. Në qoftë se është me fjalë të shikojmë kanalizimin politik, nëse është lidhje me politikën o me diçka tjetër. Kurse nga veprimet që janë kryer, me fjalë zoti Kadri tha shumë bukur sepse ai specialist është një person që njeh armët mirë dhe gjuhët që janë bërë është bërë në një largësi në një kodër 200 metra, po ata që njohin armë model 56 asaj dihet që në një distancë deri 300 metra nuk bën as efekt. Me fjalë është bërë kastile për të bërë një vërtetim, jo për të vrarë, po për të shkatëruar diçka edhe për të trembur dikë se kë duan të trembin me fjalë në lëvizjet. Nuk besoj që mund të jetë avukati që me fjalë të merrë një hakmarrje. Jo, e përjashtoj. Nuk mund të jetë as ish prokurori. As do një problem me ish prokurori tashmë është deputet me sa di unë, po nuk e di a është zgjedhur apo jo. Pra, nuk besoj se ka lidhje me prokurorin. Me fjalë janë të zgjidhura. I largoj. Kurse problemi që është mbajtur 5 orë në mirë, këtu duhet të ndaloj. Po devijo, po është e drejtë. Jo, është e drejtë. Pse është e drejtë? Organeve policore që për një person që ka dieni për faktin ose dyshohet, se dhe mund dyshohet, sepse nuk është e drejtë atyre, kanë të drejtë ta mbajnë deri në 5 orë. Kaq është. Dhe pas 5 orë lirojnë, por nuk thuhet që është e kundraligjshme. Sot e ligjshme para një viti ishte deri në 12 orë të qëndrojnë. Kush tani të mbajnë deri në 5 orë, me fjalë janë shkurtuar. Shenjat e gishtave dhe shenjat mbetjet e barutit. Pse mbetja e barutit? Marrja e barutit sepse mund të jetë dyshuar duke patur dhe idenë që ka konflikte midis djalit edhe babait. Nuk ka konflikte, thjesht nuk flasin. Po mirë, nuk flasin tani diskutime tani fshati këtu fshati neve vesh e dim. Është njeh mirë armët, me fjalë që ka qenë shef armatimi e tjera, mund ta ketë bërë edhe për ta provuar, nëse ti ke gjuajtur me armë, apo jo është plurje, ne bëjmë një emision përpara, ju kujtohet që ishte me pluri rri aty për një javë. Një javë, kështu ai provohet, nuk e si ta bësh. Lausa të duash, ngelet natriumi në lëkurë ose në atë. Dhe ata e kanë bërë kastile këtë punë për ta marrë aty, për ta pyetur e për të hequr një dyshim. Edhe vetë zoti Kadri tha që është një procedurë, ndaj meje është e padrejtë. Sepse ai e lidh me takimin kokë me kokë me shefin. Unë e thash dhe më përpara. Problemi është këtu kemi një punonjës policie të nderuar, sepse ka qenë 31 vjet, 32 vjet sa tha që policie. I njohur në zonë sepse në fushkruaj jemi njihen në Tiranë, jo në fushkruaj që mos njihen. Pra, organit policore për nder të atia dhe për nder të një kolegu do të kishin qëndruar në krah. Ka qenë dhe kryetar fshati shumë kohë. Shumë gjëra njëri i njohur. Po them për një koleg, sepse këtu kemi ndryshe janë kolegët. Po, e vërtet. Ndryshe, për shembull, një avokat nuk vetë kundra një avokati për ndërta saj të një kolegu, pse është koleg. E qartë. Një policë një të gjë është, sepse ka qenë koleg dhe respektojnë. Të paktën jo sepse dojnë kundra ligjit. Por në momentet e para janë me ata me fjalë. Ato informacion që jep ai do t'i jetojnë. Sa besueshmëri duhet ketë policia e shtetit tek qytetari pas takimit kokë më kokë, kam përmendur 2 emra patronazhistë të cilën ai takoi direkt pas takimit me mua. Tani ne kemi një diçka që këtu që sjell diskutime. Po flasim për një polici që është politizuar. Dhe kjo nuk është sepse themi është diçka ose të paktën është opinioni publik, kështu është. Që kjo policia është e politizuar. Është sepse ka patur fakte si në 2016 kur ka policia ka
ka bashkëpunuar bashkë me mbjelljen e asaj, që ka qenë lidhje me votat, ka qenë, janë gjitha shumë gjëra, janë informacion pak të fliten ose sillen pak në media, ne kemi edhe një media të politizuar, kështu që nuk kemi një gjendje që t'japim neve një shpjegim të hapur ose të sigurt. Por me dyshimet që hidhen, normalisht edhe mund të ndodhi diçka që ata po mbrojnë do një dikë që ka lidhje me Partinë Socialiste, me se mendon ose me parti tjetër që është kundërshtar. Nuhatjes tënde profesionale, është një ngjarje që zbardhet lehtësisht apo ka kleçka dhe do zgjatet në kohë zbardhja? Ose mund të mos zbardhet fare? Kjo mund të zbardhet nëse nuk ka interes. Kjo është e mundshme për të zbardhur. Tani varet... Ka element zbardhje? Ka element zbardhje, po varet se si kryen hetimet policia. Kynë ke ngjarjet e rënda për të zbardhur apo të lehta? Nuk ka shumë e rëndë për të zbardhur. Vetëm varet nga hetimet që kryen. Ne nuk bëjmë hetimet të pastra. Ne, për shembull, që nga fillojmë, që nga provat janë të ndotura. Pra, që kam mbledhur gëzhojat, ose kam bërë diçka, ose kam provuar, sepse ti kuptoj, sepse nga ka ardhur prella, ku ka shkuar, që dëshirë kanë pasur, rrugën që kanë ndjekur autorët. Janë të gjitha telefonat nëse ka pasur diçka, e kapin po të duan. Nuk është problemi, ka shumë, por problemi sa është dëshira e organeve policore për ta vullnet profesional, mjafton të ketë. Prandaj po e këshilloj të marrë një avokat këdo që të zgjedhi dhe që të qëndroj prane, të jetë prane, të bombardoj me letra, me shkresa organet policore nëse është regjistruar një procedim penal, me qëllim që të kryej hetime dhe vetë ai. Atëre, për gjithë ata që na ndjekin për audiencën, paralelisht me ngjarje të tilla, mund të merrni një avokat sepse ka të gjitha atributet e prokurorit të çështjes, apo jo? Plus asaj, por është prezent, vetë kontrollon, ngacmon prokurorin, çfarë u bën. Është i barabartë në punën e tij avokatit dhe prokurorit. Me fjalë plus hetimeve që mund të bëhen personale që ka të drejtë sipas procedurës, sepse ne jemi në një procedura jonë është akuzitorja, nuk është inkuzitore, kështu që na jep mundësinë dhe avokatit dhe organit tjetër të gjejnë provat e t'i çojnë në prokurori e t'i marrin në. Faleminderit zoti Arben për të kaluar tek psikologja jonë klinike, tek Eksena. Eksena, relativizimi që i bëhet ngjarjeve të tilla në një zonë të vështirë siç është Fushkruja. Kemi edhe relativizimin që i bën një 12 vjeçar ngjarjes që ka shpëtuar për mrekulli, duke thënë që kanë qelluar për të më trembur. Atëherë, ti e kape pak, e ceke pak në komentin tënd të parë. Është e vërtetë dhe pikërisht këtë doja të analizoja fëmijët dhe traumat me armë. Nëse një 12 vjeçar sheh në të përditshmën e tij një model dhune me armë, shpesh na jep dhe arsyen dhe mundësinë për të analizuar që përse sot kemi një problem me sa duket me internetin, me psikologe në këto momente. Prisim pak çaste derisa shohim. Po. Pati një shkëputje, po. Përse sot të miturit e shohin zgjidhjen e dhunës nëpërmjet armëve. Pra një mitur i cili e sheh kërcënimin si pjesë të funksionuar, sepse në këtë rrëfim tregon që çdo konflikt, pra konflikte natyrave të ndryshme, në këto zona kryesisht përdoret arma si mjeti i fundit i kërcënimit. Dhe duke e parë si normale, pra mënyrë të funksionuar, një 12 vjeçar priret të shkojë deri asaj që përshkojë dhe zotëria që kthehen në njerëz negativ, dhe më pas ndjekin fundin e allkës drejt kriminalizimit, pra shkojë drejt krimeve të rënda. Duke u ndjekur zinxhir pas zinxhiri, duke mos ndërprerë edhe për shkak të mos funksionimit të strukturave policore, të drejtësisë, pra sepse është e vështirë që të zgjidhet në këtë lloj mënyre drejtësia, kjo bën që të përsërisim vetveten dhe të mos kemi funksionim pozitiv në këtë zonë, sepse ky model kaq i hershëm dhe kaq ekstrem, edhe pse është trembje, me drejt avokati përmendi që në një moment të dytë arrihet në nivelin e fundit. Atëherë, kjo është një mënyrë që na jep të mendojmë faktin që ky 12 vjeçar në një moment të caktuar do ta mbrojë veten nëpërmjet një arme në brez. E qartë, dhe çfarë këshille ke ti për prindrit e 12 vjeçarit apo për gjithë prindrit që po na ndjekin live sot drejt për drejt? E rëndësishme është të mos flasin në sy të fëmijëve për këto ngjarje me emocione tepër ekstreme, sepse këto janë emocione tepër ekstreme negative dhe urrejtja që i bashkangjitet këtyre ngjarje për mungesën e drejtësisë, për
të gjithë nivelet e dyshimit, e rëndësishme është të mos flitet në sy të fëmijëve me gjuhën e urrëties, minimalisht. Me gjuhën e urrëtie ndaj institucioneve, duhet i japim brezit të ri, adoleshentëve, besim tek institucionet. Po, ndaj personave që janë të dyshuar për të mos krijuar tek fëmijët një imazh se ndaj kujt duhet të luftojnë, pra përveç drejtësisë, por ndaj kujt duhet luftojnë që i ka kërcënuar një moment. Pra gjuha e urrëties duhet të jetë minimaliste në sy të fëmijëve dhe të lënë sa më larg, edhe pse duket pak e vështirë në një komunitet që vazhdimisht e ka mënyrë të funksionuari. Eksena, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt edhe në kushte jo të zakonshme të takimit tonë, por do shikojmë në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim dhe të shkuara. Falenderit që ishe prezent në studio, falenderoj dhe avokatin zotin Arben Sina, falenderoj dhe gjitha ta që nga kanë ndikur drejt për së drejti në televizionin News 24, kemi qenë live bashk edhe në Radio News 24. Ndërkohë, vazhdoni jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale në lidhje me temën e ditës, na gjeni në Facebook emisioni me zemër të hapur, automatikisht kalohet edhe në faqen tonë të Instagramit, përveç komenteve në lidhje me temën e ditës, ju mund të bëni denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje, keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fix dhe atë celular, mund të shkruani në të gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger, me njëherë redaksia e emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorues i rrjeteve sociale apo dërgoni letra tuaja, mund të vini dhe fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi Lagja Lidemi, Shuzin Autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Kjo ishte faqja jonë e Facebookut që shfaqe regjia në fund të fjalimit tim, ndërkohë që automatikisht shkohet edhe në Instagram. Në këto momente mos harroni të na klikoni edhe në rrjetin ton tjetër, në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajmë këtu, të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.